Po kam qef që secili prej muslimanëve me ngu këto fjalë, mirë po sidomos në qoftë se të ka sprovu Allahu Azza wa Jall mos me pas fëmijë e vlad deri tash, pa sabër deri në fund nuk po guxoj me thënë kur gja, vetëm po ta kallëzoj një sekret vogël në qita jetë. Pyetja është, a ban që burri edhe gruaja më u bashku në natën e agjerimit? Ditën i na kanë agjerushëm, kena hangër iftar, e kena fal Yacin, a ban që burri me pas marrëdhënie me gruën e tina në natën e agjerimit? Është diçka që e ka sqaru Kurani, po shkak se në fillim o kanë ndaluar musliman. Në fillim e ka fal njëri Yacin, ka flajt, në momentin që ka flajt, ka fillu agjerimi tina. Të më thënë, por ta prej momentit kur e ka zënë gjumi, deri të nesit kur ka praru dili, është kanë haram ajo që ka për ty edhe për mua është haram sot gjatë ditës, ato që e njohëm na. Kështu doke që u kanë çështja në fillim. Ka pas prej muslimanëve që janë betu që në natën e agjerimit s'kan më ju afru grave tyne. E kanë bëha me gjithat. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, Allahu ua ka leju juve në natën e agjerimit me u bashku me gratë e juve, me u bashku pe kuptani, kjo është gjuha Kuranit. Nuk është qyshin a mësuna. Ato gratë janë tesha për juve, e ju në tesha për to. Të më thëmë për shkak të afërsisë edhe për shkak të asana që e ruin njëri tjetrin si tesha që shëruin njërin. E ka përmen këtë afërsi. Allahu Azza wa Jall, Allahu e ka ditë që ju keni me mashtru vetën e ju, keni me rajt vetën. Kur thani që grave tona s'keni me u bashku në natën e agjerimit. Allahu e ka ditë që s'keni me mujt me majt këtë premtim. E tash u a ka leju juve. Tash thot Allahu Azza wa Jall, afroni ju grave tuaja, pe kuptani? Edhe nga qëta, lëpni ata që ka Allahu ka shkru për juve. Gëner, afran ju grave tuaja, e qartë, edhe kërkan ata që ka Allahu ka shkruar për ju. Të më thënë, për krejtë rizkohin këto, mirë po nëse vjen mas që sajna, afran ju grave tuaja, edhe kërkan ata që ka Allahu ka shkru për juve, prioritet ka e vladi. Fëmit, prioritet ka kjo, kështu që nuk moj më thanëne, ama për ju thamë, ka thonë Allahu Azza wa Jall në natën e agjerimit, afron ju grave tuaja edhe lëp në ata që Allahu Azza wa Jall ka shkru për juve. Je kanë të nditën e agjerushëm, ke falë salat, ke bë adhurim, edhe bashkohesh me gruan tane, e lut Allahun Azza wa Jall me të furnizu me vlad. Je afer adhurimeve, je afer duas, lutë Allahun Azza wa Jall, janë mundësit mira për ata gjatë natëve të agjerimit që muslimanët me afru grave tyne edhe me kërku ata që ka Allahu Azza wa Jall ka shkru për ta, prej rëskut, edhe prej evlatve. Dhe njerë po thamë, mos e merni që jo këmë thanë 100% që kjo, mirë po ka mundësi me kanë për shkak se je shumë më afër adhurim, je kanë të nditën e agjerushëm. Edhe në qoftë se si e kanë agjerushëm për shkak një smundjes, për shkak një lejime që e ki të lejume mos me agjeru, e ke pas atë erën në Ramadan me vete. Allahu Azza wa Jall me pranoft lutjet tona, Allahu Azza wa Jall ju furnizoft me vlad krejtve, Allahu Azza wa Jall na falt. E lusëm Allahun Azza wa Jall na mundësu me thonë gjithmonë hajr. Për fond po thamë edhe njerë për shkak se di që është temë e ndishme të muslimanët, mos e merrni këta si 100%. Është veç isharet qëto, lype qëto. Edhe lype musliman. Mos të mashtron shejtani në përdyrë njerëzve, në përdyrë të haxhallarëve, të atyne që marrin parë në përdyrë, nuk po tham mjekve. Për shkak se mjekësia është e lejume, për shkak mrena kufive të mjekësisë, çka të mujsh ba, që ata ka leju Allahu Azza wa Jall prej shërimit, prej problemeve që i ki, këtë në rregull, bani. Mirë po edhe kjo është shumë mundësi e mirë me lejen Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall u lehtësoft e ju furnizoft me evlat.